Ne mund të bëjmë një shkollim modern në komunë, me ma shumë qendra edukative dhe ma shumë shkolla, me ma pak nxënës në një klasë, me ma pak turne gjatë ditës, me ma shumë cilësi, një sistem edhe më atraktiv dhe më efektiv të mjekësisë, një bujqësi të zhvilluar që do të ofrojë prodhimin tonë vendor në sofrën tonë. Por mbi të gjitha, ne duam të dëshmojmë se Prishtina do të jetë qytet me ujë 24 orë, një qytet me dritë 24 orë, një qytet me trafik të mirë urban, një qytet me gjelbrim. Nuk mund të ndalet fitoria lidhjes demokratike të Kosovës me 3 nëndor të vitit. Fitoria jonë është fitore e qytetarëve të Kosovës. Sot do ta fitojmë Kosovën, vërtet komunën, dhe nesër e fitojmë Kosovën. Jeku në mbutet pak të fitu Kosovën. Për Mitrovicën, Zotri Mehdi Jonuzi. Të nderuar qytetarë, faleminderit që ishin pjesë e kësaj mbrëmje madhështore. Dhe ju ftoj që ne